The Guardian, Dua Lipa i quan frymëzuese protestat kundër resortit në Zvërnec, revolucioni flamingove në Shqipëri. Ka fituar mbështetjen më të njohur deri më tani, pasi ylli i muzikës pop Dua Lipa shprehu admirimin për lëvizjen protestuese kundër një resorti në shtetin ballkanik të mbështetur nga familja Trump. Ndërsa demonstratat kundër projektit pasurive të paluajshme me vlerë 1.6 miliard euro hyn në javën e tyre të 6, këngëtarja e lindur në Londër, e cila është rritur pjesërisht në Prishtinë, vendlindja e prindërve të saj, emigrant shqiptar të Kosovës, e përshkroi revoltën qytetare si frymëzuese. Duke folur për këtë çështje në një bisedë me akademiken dhe shkrimtaren shqiptare Lea Hypi, në podcastin e saj, Dua Lipa tha: "Më duket kaq frymëzuese të shoh se sa shumë njerëzit kujdesen vërtet. Projekti i cili parashikon pjesërisht ndërtime të gjera në Sazan, ishullin e vetëm të Shqipërisë, mbështetet nga investitor të udhëhequr nga dhëndri presidentit amerikan Jared Kushner dhe bashkëshortja e tij Ivanka Trump." Në një podcast publikuar në maj, Trump e përshkroi resortin e planifikuar si masiv dhe të bukur. Projekti u përshpejtua pasi Parlamenti shqiptar ndryshoi në mënyrë të debatueshme në dhjetor 2024 legjislacionin e re për të lejuar ndërtimet në zona të ndjeshme mjedisore. Nuk ka asnjë provë që Kushner të ketë pasur ndonjë rol në këtë ndryshim, por ishte pikërisht kjo lëvizje e Parlamentit që sipas Dua Lipës 30 vjeç ngriti pikpyetje mbi transparencën e perceptuar të qeverisë. Ajo që më duket vërtet shqetësuese është parimi se qeveria mundet thjesht të ndryshojë ligjin për të hequr mbrojtjen mjedisore pa asnjë lloj konsultimi publik, u tha Lipa dëgjuesve. Përveç zhvillimit në Sazan, projekti parashikon edhe ndërtimin e 10.000 vilave përgjatë një brezi bregdetar me rër të bardhë në gadishullin e Zvërnecit pranë ishullit. Të dyja zonat janë të pabanuara dhe konsiderohen rezervate natyrore që strehojnë ekosisteme jetike dhe zona të rëndësishme për shpendët dhe specie të tjera të ralla në Adriatik. Eurodeputetët kanë paralajmëruar Shqipërinë vend kandidat për antarësim në BE-s, se negociatat e antarësimit mund të rrezikohen nëse nuk respektohen standardet mjedisore. Shqipëria kishte shpresuar t'i bashkohej bloku deri në vitin 2030. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka quajtur projektin investim të madh, më të madhin që ka parë ndonjëherë vendi ish komunist, një dhuratë për Europën dhe një bekim për një vend që më shumë se 30 vjet pas përqafimit të demokracisë mbetet ndër vendet më të varfër në Perëndim. Pavarësisht kundërshtimeve, socialisti veteran ka refuzuar me vendosmëri të tërheqjet. Ndërhyrja e Dua Lipës u prit me entuziazëm në ditën e 45 të protestave masive në Tiranë, kryeqytetin shqiptar. Aleksandër Trajçe, i cili drejton organizatën kryesore të ruajtjes së natyrës në vend, shoqatën për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit natyror në Shqipëri PPNA. I tha The Guardian se komentet e këngëtares ishin jo vetëm fantastike, por edhe në momentin e duhur. Ishte një deklaratë shumë e fuqishme. Shumë shqiptar, veçanërisht të rinj, të cilët e shohin atë si një idhull, janë frymëzuar, tha ai. Kjo është dita e 45 e protestave tona dhe nuk ka asnjë shenjë se ato do të ndalen. I pyetur nëse kishte ndonjë sinjal për një ndryshim qëndrimi në nivel zyrtar, Trajçe shtoi: "Qeveria tani po fillon të bëjë atë që duhet ta kishte bërë që në fillim, si për shembull kryerje në një studimi të ndikimit në mjedis, por në Zvërnec dëmi tani është bërë, punimet janë kryer, ka ndodhur një krim mjedisor dhe njerëzit duhet të mbajnë përgjegjësi." Pavarësisht protestave, zhvilluesit e projektit thonë se do të ecin përpara në mënyrë të përgjegjshme, duke deklaruar se fokusi i tyre mbetet te kujdestaria e përgjegjshme, përmirësimi i mjedisit, krijimi i vendeve të punës dhe krijimi i vlerës afatgjatë për komunitetet lokale, shkruan The Guardian.